Mediat online apo mediat që ekzistojnë në internet, patjetër se mendojmë se duhet të jenë pjesë e rregullatивës ligjore, për shkak se çkyqja nga ligji për mediat i online portaleve sjell rreziqe për to nga mosnjohja e tyre si media fare, që kemi pasur edhe raste gjyqësore dhe vendime gjyqësore ku vlerësimi i gjykatësit ka qenë se një gazetar apo një media nuk njihet si gazetar apo si media për shkak se punon në një media që ekziston në internet. Ky është shkaku kryesor që këto media duhet të jenë pjesë e ligjit, mirë po kriteret të cilat i parasheh ky propozim ligj janë problematike dhe mund të sjellin deri te një, si të themi, rrezik për mbijetesën dhe ekzistencën e shumë mediave online. Për televizionet, sidomos edhe për mediat e shtypit, për të cilat edhe legjislativa evropiane apo institucionet evropiane thonë se duhet të merren si shembull për rregullimin edhe të online mediave, nuk ekziston kriteri të numrit të punësuarve në një online media. Në një media të shtypit dhe faktikisht ky kriter është i tepërt edhe për online mediat. Nëse ju keni kompani të regjistruar, nëse keni impresum ku mund lexuesi apo bar publiku të shikojë se kush është, cila është firma që ka hapur portalin, kush është kryeredaktori, cilët janë anëtarët e redaksisë, ku është adresa e medjes. Do thotë, ku mundet cili do qoftë që ka problem apo që ka punë me portalin të drejtohet, që thonë edhe në rast më të fundit nëse don dikush ta padisë ndonjë media për shpifje apo për ofendim, të ketë personin përgjegjës. Këto janë kriteret bazike të cilat duhet të përdoren për një regjistrim vullnetar, jo të detyrueshëm të online mediave. Mirë po, çdo gjë që e tejkalon këto nevoja për regjistrim bazik, mund të rrezikojë lirinë e shprehjes dhe lirinë e mediave. Për atë, ne si Institut për Media dhe Analitik, jemi për atë që online mediat apo internet portalet të jenë pjesë e ligjit. Mirë po, nuk jemi për këto rregulla strikte të cilat propozohen, sidomos për kufizimin e numrit të punësuarve apo për dhënje të një pragu të një numri të punësuarve, për shkak se kjo e rrezikon edhe lirinë e shprehjes së mediave, e rrezikon edhe mbijetesën e tyre të shumë mediave të cilët nuk kanë të punësuar të përhershëm tresa, dëgjojmë se po propozohet, apo një i punësuar dhe një me honorar për mediat e vogla dhe mediat lokale, dhe të gjitha këto kushte të tepërta që nuk ekzistojnë për media tjera, për mediat e shtypit për shembull, mund ta rrezikojnë mbijetesën dhe njohjen e internet mediave apo portaleve të internetit si media në ligj, për shkak se këto pastaj hapin edhe çështje tjera të cilat mund të hapen më tutje, për shembull kërkimin e subvencioneve apo fondeve nga shteti dhe të bëjnë një diskriminim faktik tek mediat online.